Mamaja më detyron të kryej marrëdhënie me plaka për lek. Atmosfera në apartamentin tonë në katin e 4 kishte një cilësi të trashë, të ndaluar, si ajri para një stuhie që kërkush nuk vinte. Era e vjetër e qumshtit të thartë e të lagështisë nga rrobat që nuk thaheshin kurrë plotësisht në katin e brendshëm. Nëna ime, Lila, nuk që kur e njëjta pasi babi na la. Sytë e saj, që dikur ishin kafe dhe të ngrohtë si sheqeri i mistrit, tani ishin të errët dhe të lëvizshëm, si pellgje me vaj që shikonin përtej meje, duke kërkuar diçka që unë nuk mund të afroja. Unë isha 18 vjeç, kur po ndjesha si një plak i vjetër. Shkolla kishte mbaruar dhe ndërsa shokët e mi flisnin për universitete ose udhëtime pune jashtë vendit, unë rria i fiksuar në atë apartament, duke u bërë gjithnjë më i vogël. Filloj me kërkesat e vogla. Ardi, zoti Fadil në kat të tretë, ka nevojë për ndihmë me dyqanin. Shko ndihmoje. Mësoi disa qese me ushqim. Pastaj, pasi babi la gjurmët e harruara të borxheve të tij, u bë më e shtrenjtë. Shko te plaka Sofika. Ajo të do shumë. Merr këtë paketë nga ajo. Paketa përmbante para të fshehura nën çaj dhe sheqer. Pastaj erdhi mbrëmja kur erdhën të dy. Nëna ime dhe Sofika. E para, një grua e vogël dhe e ngjeshur me një mustaqe të hollë dhe sy të mpret. E dyta, një plakë dobët me dorza në duar dhe një parfum të rënd lulesh që më bënte kokën të më merrte. Ardi, Sofika ka nevojë për ndihmë në banjë. Kodi i dushit është bllokuar. Ti je i fortë, shko dhe ndihmoje. Tha nëna me një zë që nuk vinte vend për diskutime. Por nuk ishte dushi dhe nuk ishte vetëm një herë. Banorët e shtëpisë sonë ishte kryesisht të moshuar, të vetmuar, me kursime të vogla pensioni dhe fëmijë që jetonin larg. Dhe nëna ime, me instinktin e saj të mpret të vdekurisë, e pati kuptuar. Ajo u bë menaxhuese e nevojave të tyre, të dyja ato të dukshme dhe të padukshme. Dhe unë isha produkti i saj. Sofika ishte para. Shtëpia e saj erdhe me barnat e sëmundjeve kronike. Ajo fliste pa ndërprerje për të dashurin e saj të vdekur. Petro, ndërsa dorën e saj të ftohta dhe menyja ecnin në trupin tim si merimang. Nuk ishte dhunë fizike ashpër, por ishte një shkelje ngadaltë, e butë, e pushtetshme. Dhe në fund gjithmonë një pullëze vjetër me para të vjetra në tryezën e sallonit. Nëna ime do ta merrte atë menjëherë me një shikim që thoshte: "Shiko çfarë bëm, ne kemi nevojë për këtë." Më pas erdhi zoti Koli. 73 vjeç, me një apartament të mbushur me libra të vjetër dhe një dëshirë për shoqëritë që shndërroi shpejt në diçka tjetër. "Rri me mua, djalosh," thoshte ai, duke më treguar fotot e vjetra. Më trego për shkollën, por sytë e tij nuk shikonin kur fotot. Pas tij erdhi zonja Meria, e cila do të më mbante duart derisa ato të dridheshin, duke kërkuar ngrohtësinë e një trupi të ri, sa lotët i rrithin pa zë nga sytë e saj të zbehur. Çdo takim ishte një vrasje e vogël. Një pjesë e imja vdiq në sallonin e zbehur të Sofikës, një tjetër në koltukun me lëkurë të zotit Koli. Unë mësova të ndahesha. Trupi im ishte atje, duke kryer detyrat e heshtura, por mendja ime fluturonte larg në male që kisha parë vetëm në televizor, në brigje, kur dëgjoja se shokët e mi po shkonin. Bëra një hapësirë të brendshme prej gurri dhe heshtje dhe jetova brenda saj, por gurët çajin. Një mbrëmje, pasi u ktheva nga zonja Meria, nëna ime ishte në kuzhinë duke numëruar para në tryezë. "Shi," tha ajo me një zë triumfues, "ky muaj do të kemi për qira." Ajo nuk pati asnjë shikim për mua, për fytyrën time të zbrazët, për sytë që nuk mundun të më shikonin në pasqyrë. "Pse e bën këtë?" pyeta. Zëri im duke tingëlluar i qartë dhe i huaj në veshët e saj. "Jam djali yt." Ajo më pa përfundimisht dhe në sytë e saj pash diçka që më tremën më shumë se zemërimi, frikën e pastër, të pashëruar. "Ti je burri i shtëpisë tani," tha ajo, duke thitur duanin e saj. "Dhe këto janë gjërat që burrat bëjnë për të mbajtur familjen. Nuk është gjë e keqe. Ata janë të vetmuar. Ne u japim shërbim." Fjala shërbim u var në ajër, një fjalë e keq përdorur, e shpeshtuar. Pyetja veten nëse ajo gjithashtu e kishte thënë atë vetes, duke e përsëritur atë në mëngjes dhe në mbrëmje derisa të fillonte të dukej e vërtet. Prisha ime erdhi nga burri më i papritur, zoti Fadili, kujdestari, i cili më kishte kërkuar vetëm ndihmë në dyqan. Një mbrëmje, ndërsa po bëja një porosi për të më përqafoi. "Djalosh," tha ai, duke hedhur poshtë mëngës së tij për të treguar një numër të tatuar të parakrah. "Nuk kam fjalë për gjërat që ndodhin në këtë ndërtesë, por di kur dikush po vdes nga brenda." Ai shtrëngoi dorën time
një cop letër me një numër telefoni. Për fëmijë, tha i shkurt. Më jep një telefonat. 2 javë më vonë, pasi mbarova takimin e 4 me Sofikën atë muaj, unë u mbylla në banjë dhe bëra telefonatën. Zëri në anën tjetër ishte i butë dhe i qëndrueshëm. Nuk më pyeti për emrin tim menjëherë. Thjesht dëgjova, ndërsa gërmoja historinë time, copa e copa dhe gurët e fortë e heshtjes sime filluan të lëshojnë ujë. Nuk ndodhi ndryshimi vetëm madhështor. Ishte i ngadalt, punonjësi social, policia, një avokat i financuar nga shteti, vështrimet e fshehta nga fëmijët tanë. Turpi në nënës time u kthye në zemërim, pastaj në tmerr, pastaj në një kapitull të heshtur. Sot, disa vite më vonë, unë jetoj në një qytet tjetër. Kam një punë të thjeshtë dhe një terapisht që më ndihmon të zbuloj përsëri kufijtë e trupit tim. Nëna ime jeton akoma në atë apartament, tani me ndihmën e vërtet sociale që duhej marr shumë kohë më parë. Ndoshta më e vështira për të kuptuar edhe për mua është se unë nuk e urra jeta. Unë dëshpërohem për të. Ajo ishte një grua e thyer që gjeti një mënyrë të tërhequr për të thyer djalin e saj. Ky cikël i dhunës nuk ka fitues, vetëm të mbijetuar, të lënduar. Dhe unë jam një prej tyre. Jam i mbijetuar. Çdo ditë që zgjohem dhe di se trupi im është i imi, që mund të them jo dhe të dihet se do të dëgjohet, është një fitore. Është një fitore e vogël, por e vërtet. Dhe unë mbledh këto fitore të vogla, një nga një, duke u përpjekur të ndërtoj një jetë nga gurët e bërë pluhur të heshtjes sime.